Në një natë të qetë të verës në Vlorë, një djalosh i rreth 19 vjeç i zakonshëm në pamje, pa studiu të thellë islamik, pa famë apo pasuri, pati një ëndër që do ta ndryshonte përgjithmonë jetën. Ai pa profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, jo si figurë historike, por si një realitet i gjallë, i butë, me sytë e mbushur me mëshirë. Nuk foli shumë, vetëm një fjalë: kthehu. Dhe kur zgjohet, zemra e tij ishte e thyer, jo nga frika, por nga një njohje e fshehtë. Ai kishte larguar diçka të shenjtë. Në Islam, ëndrat e vërteta me profetin sallallahu alaihi wasallam janë një lloj i veçantë i ilhamit. Ata që i përjetojnë rrallëherë kthehen të njëjtë. Ky djalosh qaj për 7 net rresht, jo për humbje, por për ndjenjen e largimit nga e vërteta. Ai nuk e kishte humbur dikë. Ai kishte humbur lidhjen me qëllimin e vetë jetës së tij, dhe kjo dhimbje ishte fillimi i një zgjimi. Fjala kthehu është e thjeshtë, por thelbi i saj është i pafundëm. Nuk ishte një urdhër, ishte një thirrje e zemrës së profetit për zemrën e tij. Kthehu nuk do të thoshte bëj më shumë namaz ose lexo më shumë Kur'an, edhe pse këto janë pjesë e tij. Do të thoshte kthehu te unë, në atë gjendje të zemrës ku ti më je dashuruar për shkak të Allahut, jo për shkak të traditës, jo për shkak të shoqërisë, jo për shkak të habitit. Shumë shqiptar kanë rritur me Islam si pjesë e kulturës, por jo si zemër e gjallë. Ky djalosh ishte një prej tyre. Ai lutet por pa prani, ai agjëron por pa kuptim, ai e kishte humbur shpirtin e ibadetit, jo formën e tij. Dhe profeti alayhi salam, në mëshirën e tij e pa këtë zbrazdëti. Ai nuk e dënoi, ai e thirri prapa, sepse kthehu është fjalë e parë e Kuranit pas shpalljes. Kthehu te Zoti yt me vepra të mira. 39:53. Në traditën islame, numri 7 ka simbolizëm thelbësor: 7 qiej, 7 tokë, 7 rrethe të xhenemit, 7 ditë të krijimit. Por këtu, 7 net nuk janë arbitrare, janë koha që duhet për një shpirt të laj hijet e egos. Psikologjia emocionale tregon se dhimbja e vërtet, ajo që vjen nga një zbulim shpirtëror, ka nevojë për një cikël për t'u procesuar. Ky djalosh nuk qaj për dikë që vdiq. Ai qaj sepse e kuptoi se kishte jetuar në gjysmë të vërtetës. Çdo natë, ai pyeti veten: çfarë kam larguar? Çfarë kam shpërdorur? Çfarë kam shmangur? Në netën e parë, zemërim; në të dytën, mohim; në të tretën, turp; në të katërtën, lutje; në të pestën, paqe e lehtë; në të gjashtën, dëshirë për t'u ndryshuar; në të shtatën, kthimi i vërtet; dhe në ditën e 8, ai nuk qaj më, sepse zemra e tij kishte gjetur rrugën prapa te profeti sallallahu alaihi wasallam, përmes Allahut. Kur njerëzit dëgjojnë profeti i ka kërkuar diçka, ata mendojnë për urdhra të mëdhenj: ndërto xhami, shkruaj libër, prediko. Por shpesh, kërkesa më e fuqishme është më e thjeshtë: mos harro Allahun. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i ka kërkuar këtij djali të bëhet shejh, të bëhet famë, të shkruaj video. Ai ka kërkuar të rindërtoj lidhjen e tij me krijuesin, pa paraqitje, pa spektakël. Në një hadith autentik, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu nuk e sheh trupin tënd, as pasurinë tënde, por ai sheh zemrën tënde dhe veprat tënde. Muslim. Kjo ishte mesazhi. Ti je i dashuruar, jo për atë që bën në Instagram, por për atë që bën kur nuk të sheh askush. Kërkesa ishte: bëhu i vërtet, edhe në errësirë. Dhe kjo është arsyeja pse ai qaj, sepse e kuptoi se kishte jetuar si një aktor në skenë, jo si një shpirt i lirë para Allahut. Në Islam, ëndrat me profetin paqja dhe ti nuk mund të jenë shejtan, sepse shejtani nuk mund t'i jap formën e tij. Çdo musliman që e sheh profetin paqja dhe ti në ëndër, e sheh atë ashtu si ishte në realitet, dhe kjo është një lloj i veçantë i ilhamit. Por kjo nuk do të thotë se çdo fjalë është wahi. Profeti mund t'i tregojë diçka përmes simboleve, emocioneve ose një fjalë të vetme që hap zemrën. Ky djalosh nuk e dëgjoi një fjalim,
Ai ndjeu një prani që e bëri të kuptojë se kishte humbur rrugën, dhe kjo është më e fuqishme se çdo fjalë. Shumë shqiptarë sot kanë nevojë për këtë lloj zgjimi, jo nga frika e xhenemit, por nga një dashuri e humbur për e vërtetën. Kur ti je ose e larguar nga e vërteta, Allah dërgon shenja. Ndonjëherë, ato vinë në formën e një ëndre dhe një loti që nuk mbaron. Vlora nuk është vetëm një qytet. Është simbol i lirisë, i detit të hapur, i horizontit që nuk mbaron. Por ky djalosh, përkundrejt detit, kishte një zemër të mbyllur. Ai jetonte midis traditës dhe modernitetit, duke bërë gjërat e duhura, por pa zemër. Pas ëndrrës, çdo gjë ndryshoi. Ai nuk e ndryshoi qytetin, ai ndryshoi brendshsin. Filloi të jejun jo për shkak të Ramazanit, por për shkak të turpit. Filloi të lexojë Kuranin jo për të treguar, por për të dëgjuar. Dhe çdo natë, para se të flej, ai lutet: "Ja Rasul Allah, më trego rrugën ku të jesh kënaqur me mua." Kjo nuk është adhurim i profetit, sallallahu alaihi wasallam, është dashuri për atë që ai përfaqëson, rrugën e Allah. Shumë shqiptar kanë nevojë për këtë kthim, jo në rrobë tradicionale, por në sinqeritetin e zemrës. Dhe kjo histori nuk është vetëm e tij, është e çdo shpirti që ka qarë në heshtje, duke pyetur: "A jam i vërtet?" Kjo histori nuk është fantastike, është një paskyr. Çdo shqiptar që e sheh këtë video duhet të pyes: a kam edhe unë larguar diçka të shenjtë? Jo me fjalë të mëdha, por me gjestet e përditshme. Kur lutja bëhet rutinë, kur Kurani bëhet muzikë sfondit, kur identiteti islamik bëhet një etikete sociale. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte nevojë për më shumë musliman në botë, pasi ma mirë pundonin, dhe Allah, në mëshirën e tij, përdor çdo mjet, një humbje, një moment të vetmisë, për t'i kthyer zemrat prapa. Ky djalosh nuk ishte i veçantë, ai ishte i zakonshëm, dhe pikërisht kjo e bën historinë të fuqishme. Nëse ai mund të kthehet, ti gjithashtu mund. Mos e shikët si një histori të huaj, shikoje si një thirrje për ty. Sepse çdo lot që ke qarë në heshtje, është një ëndër që pritet të zgjohet. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam shfaqet në ëndër, ai nuk vjen si një vizitor i rasti, ai është rahmat për botën, dhe kjo mëshirë vazhdon edhe sot, por vizita e tij ka një qëllim: të çliroj shpirtin nga iluzionet. Ty djalosh mendoi se ishte i mirë, por ëndra e tij e tregoi të kundërtën. Ai ishte i mbështetur në habit, jo në iman. Dhe kjo është armia më e rrezikshme, kur ti mendon se je në rrugë, por je në rrugë të gabuar. Në Kuran thuhet: ata që përgëzojnë veten e tyre të qenë humbur. 35:14. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e la këtë djalosh në atë gjendje. Ai erdhi si një mjek shpirtëror, jo për t'i dhënë ilaç, por për t'i treguar sëmundjen. Dhe kjo është mëshira më e madhe, të shohësh sëmundjen para se ajo të vras. Pas kësaj historie, mos u pyet: a është e vërtet? Pyet veten: çfarë do të bëja unë në vend të tij? Do ta injoronte? Do ta quaja iluzion? Apo do ta pranoja si një shenjë dhe do të kthehesha? Islam nuk kërkon përkryerje, kërkon ndryshim të vazhdueshëm. Ti nuk ke nevojë të shohësh profetin alayhi salam në ëndër për t'i përgjigjur thirrjes. Ti ke Kuranin, ti ke Sunahun, ti ke zemrën tënde që ti thot kur je i e larguar. Kjo histori është një alarm. Mos lejo që jetës tënd t'i mungoj zemra. Bëj namazin me prani. Lekso Kuranin me kuptim. Jejun për Allah, jo për shoqërinë. Dhe më e rëndësishmja, kërko falje për ato që nuk i ke bërë, jo vetëm për ato që i ke bërë. Sepse zemrat e vërteta nuk mbetën të thyera, ato lindin përsëri. Këto 7 net qarajsh nuk janë vetëm të ti. Ato janë thirrja për çdo shqiptar që ka ndjerë zbrasti në zemër. Ti mund të jesh në Shkup, në Tiranë, në Berlin ose në Detroit. Por nëse zemra jote është e heshtur kur lexon Kuranin, kjo histori është për ty. Profeti alayhi salam nuk vjen në ëndër për t'i zgjedhur të shenjtët. Ai vjen për t'i zgjedhur ata që janë gati të pranojnë që kanë nevojë për shpëtim. Dhe shpëtimi fillon me një lot, me një kthehy, me një lutje të thjeshtë: ja Allah, mos më lër të jetoj në iluzion. Ky video nuk është për t'i shtuar diturinë tënde, është për t'i rikthyer zemrën tënde.
sepse çdo shqiptar që e dashuron Allah dhe profetin e tij, sallallahu alaihi wasallam, meriton të jetë një lirë, jo nga bota, por nga vetja e tij. Dhe kjo liri fillon sot. Kthehu këtë